Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirëserdhët në Vibe. Sot kam një të ftuar shumë të dashur dhe shumë interesant. Ai është Ermand Meternika. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush. Ndihem vërtet shumë mirë në studiot e Media 60 dhe ju uroj domethënë gjithë të mirat për këtë, domethënë sa më shumë sukses. Sigurisht që ne flasim për inteligjencën artificiale dhe robotikën, janë domethënë tashmë pjesë e jona, unë e quaj instrument që është bërë pjesë e jona domethënë në çdo sektor dhe do ta thoja pak më ndryshe na është kthyer si miku ynë apo shoku ynë më i ngushtë digital. Domethënë e themi ndryshe kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, avokati digital, kolegu digital, pra çdo gjë po shkon drejt digitalizimit. Ne themi pak edhe si përbatut, por kjo nuk kupton goxha domethënë realitetin që po jetojmë sot. Pra pjesë e jona, çdo kush e përdor teknologjinë, çdo kush e përdor pikërisht pra rrjetet sociale, çdo kush apo në çdo profil të ndryshëm inteligjenca artificiale dhe robotika, çdo gjë domethënë janë bërë pjesë edhe po na ndihmojnë në punët tona. Pra po na thjeshtojnë goxha të gjitha ato procese që dikur para 20 vitesh domethënë kërkonin shumë mund. Ti sapo më the që na ndihmon në punët tona. Pa nuk na bën më dembel në të menduar përdorimi masiv i inteligjencës artificiale. Ke prekur domethënë një çështje shumë interesante, domethënë është shumë e vërtetë, sepse sigurisht kur ne kemi tashmë domethënë një instrument shumë të rëndësishëm i cili na ndihmon pozitiv, domethënë dikon pozitivisht, na ndihmon më së miri, sigurisht që ka dhe side efekte, pra efekte anësore gjatë të cilës inteligjenca artificiale posedon. Për shembull, unë do ta thoja që më shumë anon pozitivisht, pra kanari e themi më ndryshe pak edhe shqip, anon pozitivisht, sepse ne po na ndihmon në çdo proces. Domethënë ne sot nuk po lodhemi më shumë siç jemi lodhur pak më përpara. Unë për shembull si një ekspert i IT-s, dikur para 20 vjetësh, për të konfiguruar servera apo për të ndërtuar pikërisht studio televizive apo të tjera gjëra lodheshim jashtëmase, kurse sot është çdo gjë automatizuar, qoftë në aspektin e softwareve, qoftë në aspektin e hardwareve e të tjerë. Për shembull, le të marrim dhe rastin e industrisë mjekësore, që është pikërisht pra profili dediku, mund ta them i rëndësishëm, sepse çdo kush për një problematik të caktuar mjekësore patjetër do interesohet që ta diagnostikoj. Sot, domethënë, në sektorin shëndetësor, inteligjenca artificiale ka revolucionuar, domethënë, industrinë mjekësore. Pra, spitalet, klinikat mjekësore, aparaturat mjekësore, sepse sot përdoren aparatura mjekësore, të cilët janë mjaft sofistikuara, mjaft precize. Tashmë le të kthehemi aty ku përmendet i Klea, në lidhje me këtë dembelizmin, sigurisht që inteligjenca artificiale po na bën dembel. Do të thotë që ne nuk po e vrasim trurin fare, me thënë të drejtën, për një problematik që duhet ta zgjidhim me anë të logjikës organike. Për shembull, çfarë unë dua ta them edhe pak për batut, domethënë, dikur kur para 20 vjetësh, 15 vjetësh në fakultet, bënim ato lëndët lart e poshtë të vështira jashtëmase, ato fizikat, matematikat, ato formulat që vërtet na hynin në njërin anë, na dilin në anën tjetër. Shumë të vështira, që donim gati 30 minuta gjysmëore apo edhe më shumë për ta zgjidhur step by step, pra hap pas hapi. Sot një mbrëmje të bukur, thjesht për të shplotur, bëra një fotografi të një formule në një fizik lazerash, e komplikuar jashtëmase, po doti, për gati pak sekonda mua më nxjerr përfundimin. Hajde, thash unë, ku kam qenë unë, edhe çfarë po ndodh sot. Domethënë sot ajo ChatGPT apo këto Copilot aplikacionet inteligjencës artificiale, kurse kur unë them inteligjencë do ta shpjegojmë pak a shumë, më nxori zgjidhjen në një formule të vështirë matematikore që nuk e kisha hasur ndonjëherë. Me që jemi tek matematika, cilat profesione mendoni se duhen zhdukur apo ndryshuar? Shiko, çdo profesion është i rëndësishëm. Domethënë në bazë të llojit vet. Por ideja është që kohrat kë po vlerësojnë sot. Që do thotë për shembull vazhdimisht ne dhe duhet jemi unë për shembull fjala vjen u bëj një sugjerim ose një mesazh sensibilizues edhe maturantëve të cilët të vrasin mendjen të zgjedhin dek të cilët janë të rëndësishme që nesër pas nesër do ju japin të ardhura më të mira. Që do të thotë asnjë profesion nuk është në zhdukje, por varet mënyra se si ky profesion mbijeton me kohën. Pas 5 vitesh, kush mendon se do të zhduket? Kush rrezikohet të zhduket? Po, është një pyetje e lezetshme dhe kjo. Unë mendoj që asnjë profesion realisht nuk do sfumohet me kohën. Domethënë pas 5 vjetësh
por mendoj disa profesione të cilët do mbijetojnë dhe asnjëherë nuk do zëvendësohen nga ky, po e them thojza shoku më i ngushtë, inteligjencë artificiale. Kush janë ato? Për shembull, profesioni i parë që nuk do zëvendësohet është profesioni i mjekut. Pra, një inteligjencë artificiale apo se ne ndëgjojmë lajme lart e poshtë nëpër media international që nxjerrin, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk mund ta zëvendësojë një mjek. Asnjëherë një inteligjencë, domethënë 100%, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk mund ta zëvendësojë një infermier apo një stomatolog. Domethënë, është pak e vështirë sepse mund të inteligjencë artificiale, përmendëm, jep prescriptions, pra të jep ty në një farë mënyrë një përmbledhje për një patologji të caktuar, por nuk mund ta zëvendësoj totalisht. Profesioni tjetër, profesioni i inxhinierëve, asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk do lidhi tuba e tela. Pra një sistem robotik nuk mund ta marrim ne që të lidhi tuba e tela, pa pasur logjikën organike, sepse këtu kemi të bëjmë me dy lloj, e themi unë vetë, kemi të bëjmë me dy lloj truresh. Truri elektronik, që është inteligjencë artificiale, dhe truri natyral, që është mendja jonë. Truri pra ose inteligjencë artificiale ose truri elektronik ka të bëjë me përshpejtimin e të dhënave pra në mënyrë maksimale, është më i shpejtë se ne, rezultatin ta jep më shpejt se ne, ndërsa truri ynë që është me mendja natyrale, i zgjidh gjërat në mënyrë organike. Nëse truri ynë, pra mendja natyrale, e shfrytëzon trurin elektronik, e themi edhe pak për batut këtë, e shfrytëzon trurin elektronik për qëllime pozitive, atëherë ne bëjmë gjëra të mëdha. Nëse ne keq përdorim inteligjencën artificiale çfarë do bëj? Do na kthehet në bumerang, jo domethënë se do na okupoj, se shpesh disa thonë, "Ua, çfarë bëhet? Po na zëvendëson inteligjenca artificiale, do ngelemi pa punë", e tjera gjëra. Inteligjenca artificiale asnjëherë nuk do të zëvendësoj mendjen e njerëzit, sepse vetë njeriu e ka krijuar teknologjinë, e ka krijuar inteligjencën artificiale, por mënyra se si njeriu mund ta përdorë këtë instrument shumë valor, shumë të vlefshëm, kjo na kthehet pikërisht në një aspekt shumë pozitiv. Se një pyetje për shembull, se këto që janë për shembull qytetarë të ndryshëm të cilët nuk janë pjesë e teknologjisë ose nuk janë të informuar shumë me teknologjinë apo dhe me AI-n, shpeshherë ndjehen të riskuar. Pra po na del jashtë kontrollit e tjerë. Asnjëherë inteligjenca artificiale nuk devijon pa i dhënë atë triggerin, push the button, shtyp butonin që të vazhdoj. Pra kjo është ideja. Për shembull, le të marrim rastin e një loje shahu. Supozojmë që unë ose një shahist i mirë që ka profesionist, ekspert, që ka 30 vjet, 25 vjet që luan shah, të luaj me një shah, domethënë me një lojë digjitale. Pjesë e inteligjencës artificiale, se çfarë është inteligjenca artificiale, do ta themi gradualisht. Po ta shikosh që gjatë lojës, gjatë kësaj sfide vetëm inteligjenca artificiale fiton, që do thot pikërisht pra eksploron miliona kombinacione për të dominuar. Pra për të gjetur rrugëzidhje. Kjo është inteligjenca artificiale. Pra është një kod matematikor, është një gjuhë algoritmike, gjatë të cilës përllogarit situatat që të dalë gjithmonë në një konkluzion, më shpejt se ne. Por inteligjenca artificiale asnjëherë nuk do të ketë atë logjikën organike që kemi ne, atë emocionin dhe empatin. Domethënë, edhe ndjenjat. Tani unë kam një pyetje. Unë personalisht, po si unë dhe shumë të tjerë, sa zgjojmë në mëngjes, puna e parë që bëjmë, kapim telefonin në dorë. Po. Ka ndalë studime, sa e rrezikshme është kjo që ne bëjmë. Çfarë dëmtimesh na sjell? Ke bërë një klauzol tjetër interesante. Unë vetë si njeri i teknologjisë realisht konsumoj 7 deri në 8 orë, domethënë duke qëndruar në telefon, laptop e tjerë krahas punës edhe vetë. Unë jam nga ato që sa zgjohen me njëherë marr telefonin, shikoj një lajm të Elon Muskut, një lajm të Bill Gatesit, një lajm të Jeff Bezosit, shokët e Trumpit, që po bëjnë çuditëra dhe vërtet na bëjnë shumë çuditur. Për shembull këtu dëgjon një lajm të fantaksurit Elon Musk, që unë jam fan shumë i madh i Elon Muskut. Sepse një inxhinier për një kohë shumë të shkurtër arritje madhore duke qenë edhe trilioneri i parë global, kjo do thotë që është gjë e madhe, duke të kaluar edhe Bill Gates, që historikisht, domethënë theu rekordet me Microsoft, apo dhe me Jeff Bezos me Amazon. Pra shokët e Trumpit, këto i bëjnë këto gjëra. Shikojmë një lajm të Elon Muskut që njerëzit do shkojnë Mars. Përsëri një lajm tjetër të Bill Gatesit, njerëzit nuk do punojnë fare se inteligjenca artificiale do punojë për ne. Një lajm tjetër të Jeff Bezosit që
ishte atëherë kur me atë një kapsule kosmike dërgoi disa vajza të dashurën e vet dhe Katy Perry jashtë orbitës tokës. Dhe me këto lajme të çuditshme të teknologjisë që dalin, unë vetë si njëri teknologjisë, ndonjëherë më duket sikur nuk kam nevojë fare ta pije kafe në mëngjesit, sepse më jep shumë pozitivitet, hiperaktivitet dhe gati të fillosh ditën. Por keqpërdorimi që konsiston sigurisht gjëja e parë dhe kryesore është të qëndruarit për një kohë të gjatë në telefon shkakton probleme me shikimin. Pra ne i themi në oftalmologji, pra në optik, që do thotë fëmijët për shembull nuk duhet të ekspozohen gjithkohon me orë të tëra në telefon. Se sot shikojmë edhe fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, pavarësisht se nuk kuptojnë me anë të ngjyrave, krijojnë indikacione dhe vazhdojnë bëjnë atë scrolling TikTok. Po të qëndrosh për një kohë shumë të gjatë aty dhe i shfaqet miopia, një patologji që ka të bëjë me pamundësinë për të parë nga larg. Një tjetër gjë, duke qëndruar në telefon, postura. Shikojmë cervikalin, domethënë tek shtylla kurrizore, fillon edhe deformacioni për një kohë caktuar, që do të detyrojë do të japi dhimbje koke. Dhimbje qafe do të detyrosh automatikisht të shkosh në një fizioterapist. Nëse situata përkeqësohet, do shkosh edhe në një ortoped. Një tjetër gjë, të qëndruarit në telefon duke u kthyer, domethënë, ose kjo inteligjencë artificiale duke u kthyer pjesë e jona e vazhdueshme, do të thotë që ne na shfaqet problematika e introvertismit, sëmundje psikologjike, patologji psikoneurotike, introvertizmi që do të thotë të lidhesh shumë ngushtë me telefonin, me tabletin, me laptopin, edhe të humbasësh pikërisht sensacionin e relacioneve me shoqërinë. Sa e bukur ka pas qenë ajo botë përpara, domethënë ajo kohë para 20 vitesh, kur ishim më harmonik, ishim më të pastër, domethënë, kurse sot unë dhe teknologjia, unë dhe AI jemi bërë, domethënë njerëzit janë bërë shumë introverts, të kthyer, të robotizuar, e them në një koncept paksa përgjithësues dhe pa humbim atë nocionin ose konceptin social. Është shumë e vërtet, ne kemi krijuar varësi. Unë nëse më thot dikush do ta marr telefonin, do rish ditë pa telefon, unë them se do ja bëj. Po, dependenca nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, duam apo nuk duam ne, po ndodh. Sepse është një gjë që ne na lidh në çdo profil, në çdo sektor. Por sot shikojmë për shembull fjalë vjen të ri apo mosha e adoleshencës që shpesh herë rrjetet sociale, sepse dhe rrjetet sociale, zhvillimi i softwareve dhe aplikacioneve është pjesë e AI-s, sepse inteligjenca artificiale është koncept, se po ti pyesin disa thonë çfarë është inteligjenca artificiale, thonë përdoret këtu. Përdoret është koncept generalist që përfshin zhvillimin e softwareve, hardwareve që aplikohen në aparatura të ndryshme për të dhënë rezultate dhe për ndihmuar ty dhe mua, apo dhe të tjerëve, kolegëve. Pra, disa të cilët për shembull një moshë delikate, që është mosha adoleshencës, bëhen prej rrjeteve sociale, shpesh mashtrohen nga jeta Instagramit dhe jeta TikTokut, që është kryesisht një jetë, domethënë, jo realiste, pra jo jetë me këmbë në tokë, dhe është ai indikacioni psikologjik që i shkakton. Pra, unë e përmenda pak a shumë më përpara. Inteligjenca artificiale, të gjithë elementet e inteligjencës artificiale duhet përdoren në mënyrë sa më efikase, madje edhe kur janë në një moshë fëmijë, në moshë delikate, duhet patjetër që dediku edhe prindërit të jenë një indikacion ose të luajnë një rol të rëndësishëm në edukim edhe fëmijëve, duke ja restriktuar apo frenuar pak kohën për qëndrim për një kohë gjatë në ekranë, në telefon, në tableta, në etj. Dhe duke krijuar atë ambientin social familjar, domethënë atë komunikimin e shëndetshëm familjar, që edhe fëmia të kuptojë që nuk është vetëm inteligjenca artificiale dhe ai telefoni që zgjodh mëngjes bota dhe jeta. Jeta ka shumë gjëra, ka shumë sfida dhe shpesh herë pikërisht pra kultura familjare duhet ndikoj shumë pozitivisht. Unë kam një pyetje. Në momentin që unë diskutoj diçka, qoftë për të bërë një udhëtim, apo çfarë kam në mendje, ndonjë ndjesi, apo ulem në tavolinë me shoqërinë ose me familjar diskutoj diçka, futem në TikTok, dalin pikërisht ato që kam biseduar unë. Po, ajo është diçka shumë e thjeshtë. Domethënë, ti çfarë selekton vetë software-i, pra algoritmi, e mundohet që ta ruaj ato çfarë ke ti kërkuar. Pra çfarë ke kërkuar më përpara. Kjo është një gjë që është, domethënë, nëse për shembull fjala vjen, ti hap ose ne shikojmë jemi të interesuar për një udhëtim. Për shembull, për një udhëtim all inclusive diku për të bërë. Ne do klikojmë, do shikojmë, do bëjmë një like etj në një
postim të një agjencie turistike dhe gradualisht vetë software-i, algoritmi të krijon domethënë ruan atë search-in e mëparshëm ose preferencialin automatikisht që të nxjerrë të tjera. Pra kjo është shumë e logjikshme, është vetë kështu funksionon gjuha algoritmike. Jo, nuk është kështu. Unë nuk e kërkoj fare X gjë që mund të bisedoj. Pse del? Kryesisht në TikTok. Jo, kjo nuk është çështje përgjimi, absolutisht. Inteligjenca artificiale, teknologjia nuk ka të drejtë që të përgjojë. Përgjimet kryesisht ndodhin për element për shembull të cilët janë kriminalogjen ose pjesë të grupeve të strukturave kriminale, të cilët shpeshherë dyshohen ose janë si mund të themi dyshohen që mund të jenë pjesë e këtyre organizatave, gjatë të cilës pikërisht edhe vetë policia e shtetit apo instancat e tjera, domethënë bëjnë të mundur që me anë të teknologjisë të investigojnë, por që nuk është inteligjenca artificiale, nuk përgjon. Është diçka që domethënë është ai koncepti që çfarë ti kërkon të ofron edhe të tjera, pra të shton larminë e kërkimeve. Kjo më ka ndodhur dhe mua, për shembull, fjala vjen kur kam parë për aparatura, për shembull një lajm për shembull që ndoli me atë sistemi robotik nga në Shtetet Bashkuara të Amerikës që po ecste mbi tapetin e kuq me Melania Trump. Ky sistemi robotik, kur e klikova atë, edhe I dash një like apo po shikoja I vetë algoritmi, software-i më nxori gjëra të ngjashme. Domethënë modin e Indis, pra kryeministin e Indis me atë sistem robotik, Vučić përsëri me një sistem robotik, Elon Musk me të tjera, pra është software-i, çfarë ti ke klikuar apo ke parë përpara, të ofron mundësi akoma më shumë, pra larmi, por nuk është çështje spionazheve apo përgjimeve. Inteligjenca artificiale, askush nuk ka interes që të na përgjojë. Nëse nuk jemi njerëz të cilët ose subjekte të cilët mund të dyshohen për elemente të ndryshme kriminalogjene, atëherë askush nuk I intereson që të spionojë gjërat tona. Përgjimin mund ta bëjnë dhe grupet kriminale. Ndaj një personi të rëndësishëm, drejtori apo Shiko, ideja e kësaj është këto janë pjesë të teknologjisë të cilët aktualisht instanca të veçanta e bëjnë për qëllime të caktuara, domethënë për gjetur element të cilët shpesh janë të dyshuar dhe për të gjetur prova nga më të ndryshmet, për të përforcuar pikërisht një dosje. Pra nuk është se I bëhet çdo kujt, apo qytetarëve nuk është se I bëhet, sepse është e pamundur. Duke njohur rreziqet e teknologjisë, a flini me telefon pranë krevatit ose poshtë telefonët, po, smartphone-ët, shiko, çdo pajisje elektronike gjeneron valë elektromagnetike, pra ne themi elektromagnetizmi. Është bërë kjo, unë faktikisht në fakultet kam pas një fizik gati një vit me këto elektromagnetizmin. Çdo aparaturë elektronike ka fushë elektromagnetike, por ajo që është e rëndësishme, domethënë, është që telefonat mos I mbajmë afër, sepse vetë fusha elektromagnetike ndikon negativisht në bashkëveprimin me indet. Pra fizika mjekësore themi këtu. Unë dua ta thjeshtoj pak, që do të thotë, valët, nëse I mbajmë afër, rrezatimi I valëve afrohet tek indet. Pra tek lëkura, tek truri ynë, pra tek domethënë gjëndrat e parotisit, elemente të ndryshme që ndikojnë jo fort pozitivisht në gjendjen shëndetësore. Për shembull, çfarë ndodh para shumë kohësh? Ka ndodhur kjo. Kam pasur një koleg që mbante një telefon gjithkohën këtu, në këtë pozicion. Mirë, po ajo është generator valësh elektromagnetike dhe mund të shkaktoj problematika, domethënë shëndetësore. Natën, se duhet I mbajmë afër, poshtë jastikut, kanë efektin termik, temperaturat ndikon jo negativ, jo pozitivisht. Pra e mira është që dhe ruterat e internetit fiken. Pra sepse krijohet një lloj stresi oksidativ që ne I themi, shumë pajisje elektronike, të qenurit prezent në pajisje elektronike më kohë shumë gjatë, ato janë vetë valë elektromagnetike dhe shkaktojnë dhe ne ndjehemi po ta shikojmë edhe të lodhur pas një kohe gjatë, të jemi prezent në pajisjet elektronike, sepse krijon një lloj stresi oksidativ, stresi qelizor, pra që e ngarkon qelizën që të kryej funksionet e veta. Çfarë më ka ndodhur për shembull? Para shumë vitesh kur kam qenë në gjimnaz, bëhet fjalë në vitet 2000,
2000 me 2004 ka qenë periudha ime e gjimnazit, që shpesh ja pasionuar mbas qarqeve elektronikës që ndroja për një kohë shumë të gjatë pranë tyre. Por duke qëndruar 2 orë, 3 orë mbi qarqe, duket sikur ato kanë valë të cilët ti do ndihesh i lodhur pak pas një farë kohe. Pra krijoj një lloj toksiciteti elektronik. Prandaj çdo gjë është me mas, duhet menaxhohet më së miri, që dhe ne ta përdorim ashtu siç duhet, edhe mos shkaktoj dëme shëndetësore. Ju përmendët plakja. A mundet Plakja, pa. Qelizat, më fal. A mundet teknologjia të ndaloj plakjen ose të zjas jetën e njeriu deri në 120 vite? Po, është një pyetje dhe kjo shumë e bukur që ke bërë në lidhje me moshën. Sigurisht teknologjia ndikon në rritjen ka ndikuar pozitivisht në rritjen mesatare të jetëgjatësisë, që do të thotë aplikimi i teknologjisë në farmakologji, pra në farmaceutik dhe në industrinë e pajisjeve mjekësore, duke i bërë sa më të rëndësishme dhe të frytshme dhe precize për të diagnostikuar, ka ndikuar në trajtimin e disa sëmundjeve, që do të thotë që mosha mesatare të rritet, por të ndikoj teknologjia në uljen në rritjen e gjatësisë, unë mendoj sikur të thuash tashmë toka sheshtë. Sepse askush nuk është mbi fizikën. Nëse ne jemi qenie biologjike që kemi lindur dhe një ditë do ikim, të largohemi nga kjo jetë, është e shkruar dhe është mosha biologjike vetë. Është e pamundur të ndryshosh me ligjet e fizikës këtu, pra të thyesh ligjet e fizikës për jetëgjatësinë, pra për plakjen. Por teknologjia ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e medikamenteve të ndryshme, në aparatura diagnostikimi që të kapi sa më hershëm sëmundjet, për shembull sëmundjen e kancerit apo sëmundjet kardiovaskulare, të cilët mund t'i trajtojmë. Për shembull, le të marrim një shembull të thjeshtë. Para disa vitesh, 2 sëmundje të cilët të sfumonin popullsinë kanë qenë sëmundjet kardiovaskulare dhe kardiopulmonare, pra sëmundjet e zemrës e thënë shqip dhe kanceri. Sot me anë të teknologjisë, sëmundjet e zemrës kanë filluar pikërisht pra që të mbahen në kontroll dhe të diagnostikohen, ndërkohë që kanceri vazhdon të mbetet përsëri një sfidë për njerëzimin. Teknologjia ka ndikuar deri diku pozitivisht në trajtimin e tyre pak a shumë, apo dhe në kapje në kohë të hershme, por që prapë mbetet një sfidë për njerëzimin. Pra teknologjia këtë ka bërë, ka rritur gurin kilometrik të moshës mesatare, por nuk mundet të na bëjë pavdekshëm. A është e mundur që në të ardhmen truri i njeriu të lidhet drejt për drejt me një kompjuter? Shiko, faktikisht disa eksperimentime realisht po bëhen. Fatmirësisht, domethënë Elon Musk me këtë çipin Neuralink që unë e quaj një breakthrough, pra e quaj një arritje shumë madhore të bërë nga kjo kompania Neuralink, krijimi një mikrokontrolleri që ne themi apo me një mikrochipi i pajisur me disa fije shumë të holla mikroelektronike që mund të implementohen në trurin e njeriu. Për shembull, nëse një pacient, një qytetar ka pasur një aksident, ose një qytetar tjetër ka pasur një masë tumorale dhe është ekstraktuar, apo dhe ka pasur një aksident, është dëmtuar një zonë e caktuar e trurit, e cerebralit, dhe është e pamundur, ka kaluar në një paralizë lokale apo generale, që është e pamundur të ngrej telefonin, sepse në teknologjia në telefon. Implementimi i çipit dhe lidhja e neuroneve me anë të këtij mikrokontrolleri bën të mundur që pacienti të rehabilitohet. Pra, vazhdojnë dhe bëhen eksperimente të tilla, por është e mundur. A keni frikë se mos teknologjia që po e krijojmë sot, mund të më zëvendësoj mua? Jo. Nesër do të përdoret kundër nesh. Po, më kujtohet një film shumë interesant me këtë që përmend Klera në lidhje me Will Smith, I, Robot. Dhe shpeshherë kemi qenë të vegjël në atë kohë, shikonim mrekullirat që sepse unë po shikoj gjë shumë interesante, domethënë Hollywoodi krijon Silicon Valley, pra i ka ekzekutuar, i ka krijuar. Asnjëherë teknologjia nuk mund të na kthehet kundër nesh. Por mund të kthehet bumerang, sepse ne menaxhojmë. Nëse unë marr një telefon dhe vetë aplikoj gjëra, si telefoni nuk mund të funksionojë vetë kundër meje. Pra është nonsense. Është e pamundur. Dhe një pyetje të fundit. Po. Cilin aplikacion nuk do ta shkarkoje kur në telefon? Nuk do shkarkoj. Edhe një pyetje tjetër që lidhet me këtë, dhe cili është gabimi më i madh
që bëjmë ne me aplikacionet. Çfarë është ai informacion që ne nuk duhet ta japim kurrë? Nuk duhet ja japim inteligjencës artificiale. Shiko, e di çfarë ndodh, inteligjenca artificiale ne jemi të zbuluar sepse ne kredencialet tona, emailet, passwordet e çdo gjë ato ruhen në servera specifik. Kështu që për shembull nëse kemi Instagram, nëse kemi Facebook, emailet e tjerë, ato ruhen në serverat e Google-it, kështu që patjetër që ato i dinë. Ideja është që ne të dim të mbrohemi nga sulmet kibernetike. Për shembull, të gjithë kemi aplikacione bankare, mos instalojmë aplikacione të cilët nuk janë të konfirmuara shumë, pra kur nuk ndodhen në Play Store apo në Google Apps, në emaile mos klikojmë emaile pak të çuditshme të cilët mund të jenë emaile në formën e spamit që mund të ndikojnë sepse nëse i klikojmë ata instalojnë një lloj gjuhë ose parciali algoritmik në një PC në një kompjuter që të marrë dhënat. Pra të dim të mbrohemi, të azhornojmë antiviruset, të azhornojmë firewallet, të jemi të kujdesshëm, mos nxjerrim passworde lart e poshtë etj. Por nuk e besoj që, deri më sot inteligjenca artificiale nuk ka qenë faj inteligjenca artificiale për problemet që kanë ndodhur nga faktori njerëzor. Kohëve të fundit mua më vijnë disa mesazhe, sikur mi sjellin persona që unë i kam friends në Facebook, mi sjellin në mesazh. Kam pyetur personat nëse më kanë çuar mesazh nëpërmjet Facebookut. Nuk e kanë çuar. Jo, pse ndodh kjo? Edhe mua fakt më kanë ndodhur kjo sepse janë të hakeruar. Profile të ndryshme për shembull në Instagram, Facebook janë hakeruar. Që do të thotë që nuk e kanë ditur të ruhen. Për shembull, çfarë më ka ndodhur mua para disa vitesh, është një gjë që unë nuk e harroj. Rreth viteve 2009, më duket 2010 në këto qendrat e internetit që ishim atëherë. Kisha dhënë një Facebook përpara dhe hyja shpeshherë. Ndërkohë kur kam hyrë të nesër nuk e hapja më profilin. Që do thotë që atëherë për shembull kishte aplikacione në këto qendra interneti, të cilët Keyloggs ka pas qenë një program që çdo shtypje regjistrohej. Kështu që është faktori njerëzor problemi. Gjithmonë ne duhet jemi të kujdesshëm me passwordet, mos klikojmë linqe të cilët nuk i kuptojmë ose janë të çuditshme dhe të vazhdimisht të updatojmë softwarët, të azhornojmë antiviruset, azhornojmë firewallet unë e them si një koncept, po firewallet janë mbrojtje e një sistemi IT-e nga sulmet kibernetike të jashtme. Pra gjithmonë duhet jemi vigjilentë dhe të kujdesshëm sepse për çdo problematik që ndodh është faktori ose faj njerëzor, jo i faj teknologjisë. Teknologjia nuk gabon. Teknologjia është thjesht një gjuhë programimi që të përshtatet ty për të nxjerrur ato të dhëna që ti klikon ose kërkon. Falenderoj shumë që ishe pjesë e Vibe-it, ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua që isha pranë jush në Media 60 për këto tematika shumë interesante në lidhje me AI-n. Dhe pyetja ime është, çfarë vibe të dha Vibe-i? Goxha pozitiv. Domethënë duke pasur parasysh që jeni në një ambient të rinj, të cilët janë shumë të apasionuar, sigurisht që më duket vetja të kthehem vite mbrapa. Goxha vibe pozitiv. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe për mua. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.